Lista e kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike, ato që Lulzim Basha e quan mbështetja e Republikës së Re, ka befasuar gjithashtu me emrat e rinj, rikthim të disa personaliteteve të partisë, si dhe ruajtja e emrave të vjetër, si Flamunoka, Genc Strazimiri, Pollo, Halimi dhe Bumçi. Lista e qarkut Tiranë kryesohet nga Lulzim Basha. Ish kryeministri Berisha është gjithashtu në të njëjtin qark, por emri i tij është i shtati pas Bashës dhe 5 zonjave. Në këtë qark befason emri i dytë pas Bashës, Oriola Pampuri, psikologja dhe pedagogja e paangazhuar më parë në Partinë Demokratike, dhe përfshirja e vajzës Azem Hajdarit në këtë listë e renditur si e treta. Mjeku ginekolog Halim Kosova rikthehet në parlament pas betejës së humbur për të drejtuar Bashkinë e Tiranës. I rikthyer në lista është edhe Nkelejda Libeaj, i cili kryeson listën e Fierit pas kontributit të dhënë si ekspert i reformës në drejtësi në këtë parti. Në Gjirokastër lista kryesohet nga Tritan Sheu. Mjeku anestezist rikthehet në parlament, ndërsa është e njohur në këtë parti si ish kryetar, ish zëvendës kryeministër dhe ministër i shëndetësisë. Ka surprizuar lista në Korçë. Gjergji Papa nuk është kandiduar më dhe është zëvendësuar nga historiania Valentina Duka. Ndërsa në qarkun Shkodër dhe Vlorë, 2 kryetarët e kësaj partie, Ramiz Çoba dhe Aziz Mema, janë renditur të fundit në listë, që do të thotë më pak mundësi për të qenë fitues. Në listën Basha janë larguar 7 zonja që ishin në këtë legjislaturë në parlament dhe janë vetëm 15 gra të kandiduara për Republikën e Re, ndërsa rivalët kryesor politik ka numrin më të lartë të kandidateve femra: 58 Partia Socialiste, 65 Lëvizja Socialiste për Integrim dhe 12 Sfida e Gjergj Bojaxhi. Pas negociatave të gjata, ndoshta edhe lufte nervash me ndonjë nga aleatët, kreu demokrat Lulzim Basha arriti të bindë 5 nga aleatët e tij të jenë në listat e Partisë Demokratike. Nga Partia Agrare Ambientaliste, Agron Duka renditet i 5 në listën e PD-s në Durrës, Fuat Haxhimeri renditet i 13 në Tiranë dhe Olsi Çuko renditet i 5 në listat e PD-s në Fier. Nga Partia Republikane, Fatmir Mediu renditet i 10 në listat e Partisë Demokratike në Tiranë dhe Blendi Sula renditet i 14 në listat e PD-s po në Tiranë. Nga LSHK, Dashamir Shehi renditet i 11 në Tiranë. Nga PBD1, Vangjel Dule renditet i 3 në Vlorë dhe Ndart Ndoka renditet i 5 në listën e Partisë Demokratike në Shkodër.